Një ditë e bokur maj për familjen Jashari, thejohet nipi i komandantit legjendar Adem Jashari. Një lajm i gëzueshëm vjen këtë fillim maji nga familja Jashari, simboli i sakrificës dhe lirisë së Kosovës. Adem Jashari i ri, nipi i komandantit legjendar Adem Jasharit, i ka dhënë fund beqarisë duke u fejuar me të dashurin e tij, Ylka Tahirin. Lajmi u bë i ditur përmes një postimi në Instagram, ku Ademi ka ndarë me ndjekësit e tij një fotografi nga kjo ditë e veçantë. Në foto, ai shfaqet elegant me një kostum modern, ndërsa pranë tij qëndron e fejuara e tij e veshur me një fustan të verdh, të punuar me dantela dhe gur të shkëlqyeshëm, që i jepte një pamje të freskët pranverore. Pa shumë fjalë, ai e ka përshkruar këtë moment thjesht si një ditë e bukur maj, 04 i 5 2026. Kush është Ylka Tahiri, zemra e nipit të herojt? Ylka Tahiri, vajza që ja ka rrëmbyer zemrën Ademit, është nga Mitrovica dhe vjen nga një familje e njohur. Ajo është bia i Xhevdet Tahirit, i njohur si inxhinier i kombinatit të Trepçës. Por Ylka nuk njihet vetëm për origjinën e saj. Ajo ka ndjekur studimet në mjeksi dhe tashmë punon si mantelbardh, duke ju përkushtuar profesionit të saj fisnik. Babai i saj, Xhevdet Tahiri, ka përshkruar Ylkën si dritën e syve të mi dhe i ka uruar çiftit nga zemra. Ylka dhe Adem, i urojmë një fillim të mbar në këtë rrugtim të bukur të jetës së përbashkët. U trashëgofshi, Allahu ju dhuroft shëndet, jetë të gjatë dhe të lumtur. Bekimi në prekaz dhe tradita familjare. Ajo që e bëri këtë fejes edhe më të veçantë ishte vizita e çiftit në prekaz. Në një gjest që tregon respekt të thellë për rrënjet e tij, Adem Jashari i Li e ka shoqëruar Ylkën te varri i gjyshit të tij, komandantit legjendar Adem Jashari. Aty, ata kanë marrë bekimin simbolik, një akt që lidh të kaluarën heroike me të ardhmen e lumtur. Ky vit po rezulton të jetë i mbushur me gëzime për familjen Jashari. Vetëm pak muaj më parë, në janar, u bë publike edhe fejesa e Hamzës së ri, duke treguar se brezi i ri i kësaj familjeje po nis kapituj të ri në jetë, duke mbajtur gjallë emrin e tyre të madh, por edhe duke ndërtuar të ardhmen e tyre. Lajmi i fejesës është pritur me entuziazëm në rrjetet sociale. Për shqiptarët, familja Jashari mbetet një simbol i pacenueshëm i sakrificës për liri. Prandaj, çdo gëzim i tyre ndihet si gëzim i përbashkët. Kështu në prag të verës, një histori e re dashurie po shkruhet në hijen e historisë së madhe të kombit shqiptar.